صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimet e kanë Allahu subhanahu wa taala, mëshira e Allahut qoftë me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Vazhdojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala në kapitullin të cilin autori ka titulluar Faslu fi Islah as-Sarira wal Ikhlas, kapitulli i cili flet mbi rregullimin, përmirësimin e asaj që është e fshehtë, asaj që është e mbrëmshme, përmirësimin dhe rregullimin e çështjeve të zemrës, wal ikhlas dhe përmirësimi, rregullimi i sinqeritetit, wa alamat fesadi al-qalb, edhe shenjat të cilat tregojnë se zemra është e prishur. Në këtë kapitull autori Allahu subhanahu wa taala pas mëshirua e ka titulluar pjesa e cila flet për përmirësimin e të mbrëmshmes dhe përmirësimin të rregullimit të sinqeritetit dhe shenjat të cilat tregojnë se kjo zemër është e prishur, ose shenjat të cilat nëse i shfaq një njeri mendohet ose bëhet me kuptuar se ky njeri e ka zemrën e prishur. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të saktë ka thënë ela fil jasadi mudgha, në trupin e njeriu ka një pjesë, nëse ajo pjesë përmirësohet i gjithë trupi, nëse ajo pjesë është e prishur, prishet i gjithë trupi, la hiya wa hiya al-qalb, kurse ajo pjesë është zemra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë hadith, përveç kuptimeve të tjera, një kuptim shtesë jashtë asaj që kemi me folme, është se trupi njeriu nuk ka mundësi me pas dy zemra kurrë, vetëm se një. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith fil jasadi mudgha, në trupin e njerit është një pjesë, kurse në Kur'an Allah subhanahu wa taala ka thënë nuk kemi bë li besherin asnjë njeri fi jawfihi min qalbayn, që në gjoksin e tij mi pas dy zemra. Domethënë s'ka gjitha janë rrenga, legjenda, filoni ka pas 7 zemra, këtu flicën pra Allah se nuk është e vërtetë, nëse kur asnjë njeri nuk ka pas dy zemra kur, as nuk ka me pas të krijuar kur dy zemra deri në ditën e Kiametit kërkush. Por kjo është çështja asaj që fol ose ka përmbledh argumentet autorit në temën përmirësimi i të mbrëmshmes, pra përmirësimi i zemrës, se zemra është e mbrëmshme, dhe përmirësimi i jetit dhe shenjat të cilat tregojnë se zemra e personit është e prishur. Njeriu ose në shariatin islam ndohen e mbrëmshma e njeriu dhe e jashtëmja. E mbrëmshma e njeriu është zemra dhe veprat e zemrës, kurse jashtëmja e njeriu janë veprat të cilat duken. Në shariatin islam ose në argumentet të cilat kanë ardhur në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa taala i gjykon njerëzit në bazë të zemrave të tyre, kurse ne i gjykojmë njerëzit në bazë të atë që e shohim. Do thonë këtu është alaykum selam, është shumë e rëndësishme e kuptuar këtë çështje. Allah subhanahu wa taala i gjykon njerëzit në zemrat e tyre.
kurse ne nuk kena drejt me gjyku njerëzit që kanë në zemra, ne gjykojmë njerëzit vetëm që shohim prej tyre, në veprat e jashtme, për argumenteve që Allah subhanahu wa taala e gjykon njerëzit në prej zemrave të tyre, është edhe hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilin thotë: Inna Allaha la yanzuru ila surikum. Allah subhanahu wa taala nuk ju gjykon, nuk ju shën, nuk ju shikon në bazë të pamjeve që i keni, walakin porse yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah subhanahu wa taala ju gjykon sipas zemrave ose sipas mbrëmësive që i keni në zemrat e juve dhe sipas veprave që i bani. Pastaj veprat shohim më vonë se dalin në bazë të asaj që është në zemër, ai që e ka zemrën e mirë i bën veprat e mira, ai i cili e ka zemrën e keqe i ka veprat e këqija. Dhe dallimi pse Allah subhanahu wa taala i gjykon njerëzit në bazë të mbrëmësisë së tyre, kurse ne i gjykojmë njerëzit në bazë të asaj që e shohim, jo në bazë të asaj që ata kanë në zemrat e tyre, çështja kryesore ose dallimi kryesor është se Allah subhanahu wa taala e din çka kanë zemrat e njerëzve dhe gjykon sipas asaj që kanë zemra, kurse ne nuk e dimë çka ka sakt në zemrat e njerëzve. Aleikum selam. Edhe nuk i gjykojmë me atë që nuk e dimë, kurse ne atë që e dimë për njerëzve është ajo që e shohim. Pasi që e shohim, bëhet për ne argument dhe mbi atë që duket, mbi atë që shihet, vendoset edhe dispozita. Bazum të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka gjykuar munafiqët për shkak se ata në të jashtëm e tyre kanë qenë besimtarë, në ata që u duk ata janë fal, edhe në ata që u duk kanë agjëru, ata që është duk kanë dhënë shahadetin, kanë dhënë zeqat, edhe kanë shkuar në haxh, madje kanë shkuar edhe në xhihad me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por Allah subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an fi qulubihim marad, ata zemrat e kanë të smuara, por zemrat nuk i ka ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka kanë zemrat e njerëzve nuk i ka ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë çka kanë zemrat e njerëzve nuk i kanë ditë sahabët. Pastaj Allah subhanahu wa taala ka njoftuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se kush prej tyre është munafik, por nuk ka njoftuar se çka kanë zemrat e munafikëve gjithashtu. Dhe ka mbet çështja e munafikëve e pandëshkuar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por shkakun se ata në të jashtmen e tyre e kanë posë islamin. Kur e kanë njerëzit në të jashtmen e tyre islamin, gjykojnë me islam, kurse për të mbrëmshmen e tyre nuk gjykojnë përveç se Allahu subhanahu wa taala. Përmend autori në rëndësinë e përmirësimit, tash çështja neve që na intereson është na me përmirësua zemrat e tona, për shkak se në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë në trupin e njeriu është një pjesë, një gjymtyr, një organ. Nëse ai përmirësohet, domethënë zemra ka mundësi mu përmirësu. Nëse, pastaj thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse zemra prishet, gjithashtu jep argument se zemra ka mundësi me u prish. Atëherë është në pjesën e sebepeve, në pjesën e shkaqeve, është të na që duhet me munua me përmirësua zemrën. Nuk duhet me mbështet me thonë, nëse Allah subhanahu wa taala e ka kriju zemrat të mira, ato kanë më kanë të mira, munum nëse munum, ato më kanë ashtu shka më kanë, nëse Allah subhanahu wa taala e ka kriju për të këqija, ato kanë më kanë të këqija, dhe u munum me ose se munum, ato kanë më kanë që ashtu shka vendosë Allah, kështu nuk kena drejt, për shkak se ajo që ka në hadith, ajo është detyria e Allahut, se cilat zemra janë të krijuara për më kanë të mira, cilat janë të krijuara për më kanë të këqija, por në detyrinë tonë nuk ekziston kjo, ne nuk e dimë. Çka dimë ne? Na dimë se duhet me dhënë zor me përmirësu zemrën. Edhe duhet me dhënë zor me përmirësu jetën. Nëse vren në zemrat e tona dhe secili e din për zemrën e vet, nëse Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an, "Balil insanu ala nafsihi basira." Njeriu vetën e vetë njeh shumë mirë. Secili prej neve vetën e vet e njeh shumë mirë. Secili prej neve e din zemrën e vet shumë mirë. So jena të devotshëm, so i kem frikë Allahut, so i bëjmë veprat me sinqeritet, so kena munafiki her pas here, so
kena mashtrim, sa nuk pajtohemi, sa jemi të bindur, secili e din zemrën e vet, atëherë secili që vren që duhet me përmirësuar diçka në zemrën e vet, ose me përmirësuar diçka në mjetin e vet, duhet me dhënë zemrën me përmirësu, jo me thonë me lënë çështën ç'është është kader, nuk bëhet kështu, por bëhet duke i marrë sebepet. Atëherë thot autori, për asaj që është transmetuar në fjalët e parëve, se kanë thonë men aslaha sarirate, kush do që e rregullon të mbrëmjen e tij, aslaha Allahu ala niyete. Allah subhanahu wa taala ka më përmirësue të jashtmen dukshmen e tij. Wa man aslaha ma bainahu wa bain Allah, dhe kushdo që e përmirëson raportin mes tij edhe mes Allahut azza wa jall, aslaha Allahu ma bainahu wa bain an-nas. Allah subhanahu wa taala ka më përmirësue raportet mes atij edhe mes njerëzve. Dhe kjo është shumë interesant me kuptu. Nga që na vjen më vonë një hadith, i cili në kuptim është i ngjashëm me atë që kanë thonë gjeneratat e para. Kushdo që e përmirëson të mbrëmjen e vet, Allahu subhanahu wa taala ka më përmirësuar të jashtmen. Kushdo që mundohet me përmirësue zemrën e vet, edhe me përmirësue niyetin e vet, me përmirësue sinqeritetin e vet, e kjo është e mbrëmshme, nuk ta di kërkush përveç Allahut subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala ka më ja përmirësuar këtij personi veprat e jashtme, pjesën e jashtme. Nëse më mundu me përmirësue jashtë që na shohin njerëzit, na më kon shembull i mirë për njerëzit, për islam, e që kjo lejohet parimisht, dhe nuk është si e fajsi, më mirë është me dhon muni, me dhon zërë me përmirësue njetin, me përmirësue zemrën, pastaj vetë zemrën atë qënë me përmirësue se Allah të rregullon atë që është e jashtme. Dhe duke e përmirësue të mbrëmshmen, jashtme e përmirësue vetë, prejonës e Allah subhanahu wa taala. Kurse kushdo që mundohet me përmirësue raportet mes tij dhe mes Allahut, Allah subhanahu wa taala ka më përmirësuar raportet mes tij dhe njerëzve. Nëse njerëzit edhe kanë për detyrë, muslimanët e kanë për detyrë që më konë mirë me njerëzit. Thot Allah subhanahu wa taala wa qulu lin-nasi husna, njerëzve thoni mirë. Dhe në përgjithësi, njerëzve duhet më folë mirë, edhe mos i më ta mirë, edhe më u dhon shembuj të mirë. Illa alladhina zalamu, përveç atyre të cilët e pengojnë islamin e musliman, me ata s'duhet mos i mirë, por në përgjithësi me njerëzit duhet mos i mirë. Raportet me njerëzit me pas mirë. Raportet me familje, raportet me kujshi, raportet me farefis, dhe raportet me njerëz në përgjithësi, besimtarit duhet me pas mirë, përveç me ata të cilët e pengojnë fenë e Allah subhanahu wa taala dhe e pengojnë muslimanët. Tash njeriu nëse mundohet me ndresh raportet me njerëzit, është mirë, është në rregull, jo për shkak të fajsisë, por për shkak me i dhënë shembull mirë të një muslimani, në mënyrë që njerëzit me hijen në islam ose me u përmirësuar në gabimet e veta për shkak të mirësisë një besimtari. Por nëse mundohemi me ndresh raportin me Allah, pastaj raportet me njerëz që i kemi na, Allah në ndresh vetë. Kushdo që e përmirëson gjendjen mes tij dhe Allahut subhanahu wa taala, Allah ka më përmirësue raportet mes tij dhe njerëzve. Kushdo që mundohet me përmirësue të mbrëmshmen e tij, Allah subhanahu wa taala ka më përmirësue të jashtmen e tij. Dhe ajo që vjen në konsiderat tash për asaj që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë aleikum bis-sidq, ju porosis më kon të drejtë. Fa inna sidqa yahdi ila al-birr, nëse drejtësia, sinqeriteti çon mirësi, fa inna al-birra yahdi ila al-janna, dhe mirësia çon xhennet. Iyakum wal-kadhib, keni kujdes mos rrajni, mos gënjeni. Fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, nëse rrajna çon në prishje, të gjenerim.
وإن الفجور يهدي إلى النار kurse prishja e degenerimit që në zjarr. فما زال الرجل thot pejgamberi sa vazhdon njeriu me rreth hatta yuktabu inda Allah derisa të shkruhet te Allah rrens. Kur shkruhet te Allah subhanahu wa taala rrens, Allahu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thirr Xhibrilin e thot filoni është rrens, unë nuk e dua, mos e duaj edhe ti. Edhe urdhon Xhibrilin me thon banorëve të qiellit filoni është rrens, nuk e don Allah, nuk e don Xhibrilin mos e duni asju, edhe nuk e bën të bereqetshëm në dynjë, në jetë. Kur vazhdon të Allah subhanahu wa taala që njeriu më koni drejt hatta yuktabu inda Allah siddiqa, derisa shkruhet te Allah subhanahu wa taala i drejt. Vazhdon, domethënë do të më dhon dëshmi, do të më dhon muni për më shkruar te Allah subhanahu wa taala i drejt. Ase shihni që në raportet e njerëzve, edhe të muslimanë, edhe të mushrikët, nuk bësh i besueshëm veç për çef. Por do të më kaluë teste, do të më kaluë sprova, do të më kaluë vështirësi për më llogarit të muslimanët e hakut, të muslimanët e vijës, si njëri i besueshëm. O të mushrikët cilët punojnë për interesat e tyre, nuk mundesh më koni besueshëm nëse si kalon si përmbush kriteret që ata i kanë vendosur për të besueshmit e vet. Atëherë çysh kujton dikush se mundet të shkruajë te Allahu subhanahu wa taala i besueshëm, kurse Allahu subhanahu wa taala e din në zemrat e tona se sa jena në drejt. E din që kena në zemrat e tona jena të sinqerta apo jo. Aleikum bis-sidq, atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju porosis, ja nga amanet bëni të drejtë, edhe kur të bëni të drejtë, vazhdon të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu më fol drejtë, më koni drejtë, hatta yuktabu inda Allah siddiqa, derisa shkruhet te Allah subhanahu wa taala i drejtë. Kur shkruhet te Allah subhanahu wa taala se është njeri i besueshëm i drejtë, Allah e thirr Xhibrilin e thot filani është i drejtë, unë dua edhe ti. Pastaj thot Xhibrili, banorëve të qiellit, filani është i drejtë, thon Allahu, e don Xhibrili duan edhe ju, edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë njeri Allah subhanahu wa taala e bën me dashur të njerëzit në tokë. Aslih Allahu ma bainahu wa bain an-nas, kjo që lidhja mes kësaj fjale dhe mes hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kushdo që e përmirëson raportin me Allahun, Allahu subhanahu wa taala e përmirëson atij raportet me njerëz. Por në shpjegimet e mëhershme kemi treguar se njerëz janë veç muslimanë. Njerëz tamam që duhet. Ata njerëz janë krejt. Por kur i përmend Allahu subhanahu wa taala njerëzit në Kur'an, nëse nuk është e përgjithshme, është fjala për muslimanët. Edhe kur i përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njerëzit, nëse nuk është kuptimi për përgjithshmit, është fjala për muslimanët. Dhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur shkruhet i drejtë Allahu adona, i thot Xhibril me dashur, pastaj Xhibril i thot me dashur banorëve të qiellit, dhe banorët e qiellit e dojnë, dhe Allahu subhanahu wa taala bën që atë njeri me dashur dhe njerëzit në tokë, kush njerëzit në tokë, se ka mundësi bashkë që të mirin shumica e njerëzve urrejnë, por kjo nuk mund, ata janë shayatinul ins, ja dreshnët janë të urrejnë. Njerëzit, ata që janë të vijës drejt e dojnë. Kjo është vija, ose kjo është peshorja. Peshorja nuk është e dojnë dikon për njerëzve, ose dikon për muslimanëve, ose dikon për kokave të muslimanëve, ose dikon për kokave që ka dhënë kontribut për më gjyku si pas fjallës Allah dhe fjallës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a dojnë këto 8 milion njerëz, a nuk e dojnë, kjo nuk ka peshorja. A dojnë muslimanët të cilët e dojnë shariatën e Allahut, kjo peshorja. Dhe nuk ka një njeri i cili shkruhet te Allahu subhanahu wa taala i drejtë, e don Allahu dhe Xhibrili, e dojnë edhe melek, e që nuk e dojnë qëta njerëzit, se qëta njerëzit e vërtet për cilët flet argumenti, thënë njerëzit e vërtet që e dojnë për cilët flet argumenti, ose peshorja janë besimtarët. Kush është argument tjetër se për më konë një njeri i drejt du të me dasht njerëzit e vijës drejt, kjo është peshorja, është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në transmetim të saktë. Kur në Medinë ka kaluar një xhenazë, edhe sahabët kanë folë për ta, kanë thonë kjo ka njeri i mirë.
kush ka folur për to? 7 miliard botës, jo, sahabët, muslimanët e mirë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në transmetim ka thënë për atë që dëshmojnë muslimanët se ka njëri mirë, domethënë fjala muslimanët e llojit vijës së sahabëve, ai me të vërtet ka qenë i mirë. Në transmetim tjetër, kushdo për të cilin pas vdekjes dëshmojnë 40 muslimanë, të cilët janë të vijës së sahabëve, domethënë janë pasues të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sipas kuptimit të sahabëve, ai është prej banorëve të xhenetit. Dhe kjo ose për këtë lloj dashurie duhet me pas gojë musliman. Na nuk duhet me pas gojë ana duhet që çfarë i devijuar, se bashkë bilosh keq më ndosh ata, hiç s'o mirë. Se çon më ndosh çafirat e këta është këtë zarar. Po duhet me pas gojë a duhen ose ana duhen njerëzit të cilët ecin me jetët e tyre, me pasunitë e tyre, me familjet e tyre, sipas rrugës së sahabëve. Edhe vetë më mundoh me ditë se ti a je që i dën qëta, se në ditën e kiametit njeriu ringjallët me ata të cilët i ka dashur, a je ti që i dën qëta apo i dën ata të tjerë, edhe kjo është shumë më rëndësi për veti. Prej pjesës që ndihmon në përmirësimin e zemrave është kjo pikë. Me pas se ti, ose secili për veten e vet, me thonë vetes vet, ti a i dën njerëzit e vijës së drejtë të menhegjit të vijës së sahabëve, a i urrejnë. Ata a dojnë ty, a të urrejnë. Një prej elementeve që duhet nëse nuk jenë mirë, përmirësoje. Nëse nuk janë të dashtë ata, bëne punën ndryshoje me fitu. Për shkak se entum shuhada Allah, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju jeni dëshmitar të Allah subhanahu wa taala në tokë. Kush janë dëshmitar të Allah subhanahu wa taala në tokë, përveç se ata të cilët kanë qëndruar dhe qëndrojnë me rrugën në të cilën kanë qëndruar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse një prej dietarëve të mëdhenj të ky din, Allah subhanahu wa taala e pasmëshirua thotë, kur përmirësohet zemra, përmirësohen veprat, kur të prishet zemra, prishen veprat. Kur përmirësohet e mbrëmshmja, përmirësohen veprat e jashtme. Kur të prishet mbrëmja, prishen edhe veprimet e jashtme. Ne kemi përmendur edhe në shpjegimet e kaluara se njeriu nuk devion aty për aty. Edhe një njeri që shkon mirë, nëse ne pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në argumente ka hesë mirë rrugën e sahabëve, ka ro me fletninat kërru që sabah i deviu. Ja, nuk bën vaki kështë. Qysh bën vaki? Vakia ndodh duke shku të u prish, kapak, derisa mas disa vjetëve kur e shef ai që ma përpara në çështje që ka thënë kufër të shtetës sevat, që ka është prishja e kadalshme, ai që dikur i ka thënë në çështjes haram tash i thotë farz ose obligative, kjo është prishja e kadalshme. Dhe kur përmirësohet zemra, përmirësohen veprat e jashtme. Nëse shifnim praktike edhe të njerëzit e tjerë, edhe në vetët e tona, ose si të prejme në vetën e vetë, kur si nikon të udhëzum që shduhet, i keni pas veprat e këqija, nuk i keni pas veprat e mira. Por keni nisë më udhëzua në mrena, keni nisë më ndryshu veprat. Prej aty me që s'kon mira, keni kaluar në veprat se janë të mira. E njëta gjë kur nisë më deviju, e thash, janë nisë më punua për qëto. Kjo është devijimi dhe një prej çështjeve për cilat kemi folur gati se para 2 viteve është me kujtue udhëzimin. Udhëzimin e parë dhe me ditë atëherë që ato gjona që i ke llogarit haram, që ato për limen haram, që ato që i ke ditë që janë kufër, që ato për limen kufër, se me kalimin e kuas të mësu me haramin, të mësu me kufrin, kanë nisë njerëzit më kthye përsërin ato gabimet ose gjinohat ose edhe kufret e shirkjatët të cilat kanë qenë përpara dhe duke gjetë arsyetime. Dhe kjo nuk vjen për një ditë, por kjo vjen duke shkuar kadal, duke lëviz kadal. Njëherë e lëshon pak, njëherë e lëshon edhe pak, njëherë e bën ndryshin, derisa kur nis mas 2 viteve, mas 10 viteve,
me luftu që ato që para 10 viteve ke thënë to. Që shtu vjen devijimi. Dhe kjo ka mbështetje në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë kur të bën njeriu një gjuna, idha adna bi ibn Adam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur të bën gjuna, biri Ademit i vendoset në zemrën e tij një pikë zezë. Nëse pendohet të heqet pika, nëse s'pendohet të vazhdon me pika, se plot vllazni po thonë pika, nuk bëjë pikave në zemër, se pikave të qafirave kur gjës është ajo heq, se edhe ketë me të mush pika zbot kiamet kur gjësh. Ama më të vendos pika haramit në zemër, pika e kufrit, e pika e shirkut, e pika e devijimit, këto është problemi. Po pejgamberi sa vazhdon njeriu me gjinoa dhe vazhdon një vendos pika, derisa ju ka mush zemra me pika, pastaj ju ka nxithë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lexoj fjalën e Allah subhanahu wa taala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah subhanahu wa taala ka vulos me zemrat e tyre se nxia ja u bë aziz, edhe ja ka nxia zemrat e tyre, edhe ja ka mshël me dryp. Fahum la yafqahun, ata nuk e kuptojnë argumentet, edhe në argumente tjera me dhon gjitha argumentet nuk besojnë, hatta yarawu al-adhab al-alim, derisa ta shohin dënimin e Allah subhanahu wa taala, kurse kur ta shohin dënimin e Allah subhanahu wa taala shumë vonë. Për shkak se kur ta shohin dënimin e Allahut kanë penduar krejt, por pendimi i njerëzve nuk vlen. Njerëzit kanë penduar edhe në dynjë kur ta shohin dënimin e Allah subhanahu wa taala, kur vin ditë për perëndimit, por nuk ju vlen, kurse ata që kanë vdekur pastaj e shohin dënimin e ahiret, atëndë nuk ju vlen edhe më hiç pendimi, për shkak se çështja ka përfunduar. Ka thënë Imam Tirmidhiu, Allah subhanahu wa taala në një transmetim, men kanat ad-dunya hammuh, kush do që gale preokupim vetin kryesor e ka çështën e dunjos, jetën e kësaj bote, ja'ala Allahu faqrahu bayna aynayhi, Allah subhanahu wa taala ka me qitë fokarallakin para syve të vetë. Dhe ka me shpëndo punët. Dhe nuk merë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për dunjos illa ma quddira lahu, veç çka se ka caktuar Allah subhanahu wa taala. Dhe vazhdon thot me qenë përsëri i varfër, për shkak se Allah subhanahu wa taala ka frikë me aqin sytë vet. Kurse thot kushdo që e ka preokupim çështën e ahiretit, Allah subhanahu wa taala ka me aque në zemrën e vet kënaqësi, më koni pavarur, dhe ka me përthaku, ka me ngushtu, ka me bë të lehta punë të kësaj dynjaje. Nga ky hadith kuptojmë se kushdo që qëllim, preokupim kryesor e ka dynjon, ajo është e jashtme, Allah subhanahu wa taala ka me bë të pakënaqur, ja çon tot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam varflin në para syve të vet, e që komentatorët e Kuranit kanë thënë ky sado me pas, edhe ka mundësi me pas, edhe ka që kanë prej tyre, por përsëri është i pangopur, nuk i mjafton që ajo që e ka, për shkak se e ka bërë Allah subhanahu wa taala të varfër në sy dhe në zemër. O farraqa alayhi shamla, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa taala ja shpërndon punët. Kyç mëse punë hiç. A me të pagjuma, smuhat krejta, jep zërë me mëri ato, nga që, kur gjësë në bëniq, edhe me gjithë që të angazhim që e ka, të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Walam ya'tihi min ad-dunya illa ma quddira lahu", nuk mundet me morë për dynjas veç çka sa i ka bë caktim kader Allahu subhanahu wa taala. Kurse ai cili preokupim kryesor e ka ahiretin, vdekjen, ajo që ka menduar me neve pas vdekjes, qëndrimi jonë para Allah subhanahu wa taala, gjykimi jonë te Allah, dënimi ose shpërblimi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa taala ka me bë se përket pjesës së tij të mbrëmshme, ka më koni pasë në zemrën e vetë. Edhe i kënaqur me kaderin e Allah subhanahu wa taala,
dhe punë të Allahu subhanahu wa taala ka më përmbledh. Këtë pak punon, rezultatin e ka shumë të mirë. Dhe ka më fitu me këtë rahmetin knaqësinë e Allahu subhanahu wa taala. Kurse Imam Ahmedi, Allahu subhanahu wa taala e pasmëshirua dhe dietarët e tjerë të hadithit gjithashtu kanë zgjedhur një transmetim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thonë kushdo që angazhohet për atë që ka menduar për të mas vdekjes së tij, ky është ai i cili ka fituar, ose ai i cili angazhohet për veç derisa të vdes me çish mund me jetuar, që kjo është njeriu i dëshpëruar. Kurse një transmetim nga Yazid ibn Muawi, Allahu subhanahu wa taala qoftë i kënaqur me të dytë, thuhet se ka thonë, janë 3 vepra të cilat tregojnë se njeriu është i prishur. 1. Shpejtësia e tij me dhënë përgjigje, fatfa. 2. Ka shpresë hajse kur gjë s'punon hiç, ke me hinë xhenet kismet. Edhe 3. Ata të cilët janë shumicën e kohës e quajnë tukesh, janë zhytur në qeshur. Kush do që i ka këto 3 elemente, këto 3 cilësi, do të me ditë se është për njerëzve të prishur, zemra e tij është e prishur. Pse zemra e tij është e prishur, çat folet me nervë përgjigje, më ka dalë Allahu çfarë që ka në Kur'an për këtë çështje, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë çështje, çka din prej ajeteve, çka din prej haditheve, sikur gjovisht të kjo kufër, kjo shirk, kjo tjetër. Kjo është alamet të shenjë se ky njeri është i prishur në zemrën e vet. 2. Veprat nuk i ka kërkon hiç, ama shpresën e ka që ka më vonë me Ebu Bekrin, me Khatabin në xheneta, me sahabët pjesëtar të Bedrit e të Uhudit, ama për veti kërkon hiç asnjë sen, asnjë vepër se ka që mundet mi përngjatinve. Dhe 3. thotë, nëse gjatë gjithë kohës ose shumicën e kohës se qenë të kesh, është prej shenjave se ky njeri është njeri i prishëm. Dhe fundit për këtë temë, në transmetim të cilin e kanë zgjedhur Imam Tirmidhiu, Allahu subhanahu wa taala pas mëshiru, thuhet se Muawiya radhiyallahu anhu i ka shkruar letër nënës muslimanëve Aishës radhiyallahu anha. Muawiya ishte në Sham, ose Aisha ishte në Medinë. Dhe Muawiya ishte pris i muslimanëve, ka kërkuar këshill prej nënës muslimanëve Aishës radhiyallahu anha dhe në shkresën e vet, ose në letën e vet, që ka drejtuar Aishës, si ka thonë, po kërkoj shkrujëm diçka me të cilën më këshillon edhe mirë porosi, por mos e zgat shumë, mos më shkruaj gat, shkrujëm shkurt me të cilën unë kuptoj porosi që më ka dhënë nëna besimtarëve. Atëherë thotë, kur ja ka kthyer shkrimin Aisha radhiyallahu anha, pasi që e ka përshëndet me selam, e ka shkruar dije se kushdo që për më bërë qefi njerëzve e prish raportin me Allah, në ta dinë se Allahu subhanahu wa taala edhe njerëzit s'ka më bën më vonë të kënaqsh me këto, as nuk ka mundësi me fituar kënaqësinë e njerëzve, as drejtimin e njerëzve, as mendimet, as fjalët e mira të njerëzve. Kurse kushdo që duke dëshiruar kënaqësinë e Allahut ja prish qefin njerëzve, Allahu subhanahu wa taala ka më ndihmuar atina edhe kundër atyre njerëzve që dëshirojnë me të bëjnë ty keq. Me këto Aisha radhiyallahu anha do më këshillua se në çështjet e drejtimit të fesë, çështjet e drejtimit të muslimanëve, nuk do të më munua as më mërzit fort për pëlqen njerëzve, as për pëlqen edhe nëse ata janë besimtarë, edhe nëse ata janë dietarë, çka do të jenë ata. Bashkërisht se më rëndësia i pëlqen aty nga argumente që pëlqen, është më rëndësi veç a është argumenti i librit në Allah dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe nëse bëhet kjo, atëherë Allah subhanahu wa taala ka më quajtur njerëzit me ndihmua për me quajtur përpara shpërndarjen e argumenteve që kanë në librin e Allah dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse kushdo që mundohet nëpërmjet argumenteve me ato qefin njerëzve, qoftë ata të jenë besimtarë dhe dietarë, çka do të jenë,
atëherë kjo nuk ka mi bodobijas të njerëzit aste Allahu subhanahu wa taala, për shkak se çdo që sivesh me njerëz apo ka me pas plot njerëz të cilët nuk kanë të kënaqur me ty, ose nëse Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur me ty, me neve, me gjithsesi për neve, krejt dynjoja mos më kanë të kënaqur, ajo është krejt pak e rëndësishme. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.